si na tregon pikërisht ky manual njerëzor, ndoshta talentet apo një tjetër dimension të asaj çfarë ne jemi, por pa qenë koshient akoma? Do doja ta filloj me faktin që ADN-ja jonë në çdo moment, edhe tani që ne flasim, por veçanërisht në momentin kur kemi ardhur në këtë planet, në tokë, ADN-ja jonë lidhet, është gjithmonë connected, lidhur me një informacion kuantik, me ato pjesës atomike që tani shkenca e fizikës kuantike i quan neutrinos. Në çdo moment ka pafund miliona neutrinos që vinë si një shi kozmik dhe që lidhen, janë shumë të ndërlidhura me ADN-n tonë. ADN-ja jo nuk është thjesht ADN fizike, është një antenë. Dhe tani kjo është e provuar. Dhe kjo anten ka receptor shumë të lartë, i jep e merr me këtë fushë kuantike që siç mund ta quajmë. Në momentin e lindjes, prandaj është dhe momenti ynë, po themi, që përcakton dhe ekzistencën tonë, mënyra se si ky informacion vjen dhe shndërrohet në një blueprint që të përcakton ty në jetë, krijon manualin njerëzor apo këtë dizajn njerëzor.